Për shëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur me përgatit kadaif me arra që bashkë të knaq. Krejt që kanë nevojën prej përberzve janë kadaif të freskët, siç po shihni pra në video, 400 gram me kadaif, 200 gram me arra, 250 gram me buter. Ta janë përberzve që kanë nevojën, masanena e përgatitim edhe shërbetin dhe bismillah fillojna me përgatitjen me njëherë. E kom ly tepsin me gjalp, edhe gjysmën e kësaj pjesës, pra 200 gram me kadaif, i kom qitë kështu në tepsi të qelqit, masi 32 deri në 36 cm, pra, edhe e kemi shtri. Tashti e morrim edhe buterin për ndryshe gjalpën, edhe i spërkatim kështu pra kadaifin. Mirë. Gjysmën e gjalpës ja kemi qitë pra tash të kadaifit për mi, edhe marrëm tash arrat edhe ja qesim pra 200 gram të gjitha mes, masanena e marrëm edhe 200 gram me kadaif ja qesim prap ashtu. Pa e pre me thik, pa kurgjove që kapën gjështu edhe e shpresh një kështu me duar, e dhoni formën të psi. E kemi qitë pra edhe gjysmën tjetër të kadaifit për mi, edhe qështu e ranojna me duar. Furrën e kom çu në nxehtë temperaturën 180 gradë, tash ja qesim edhe gjysmën tjetër të buterit për ndryshe gjalpës për mi, edhe fusim me njerë tepsin në furrën e nxehur në temperaturën 180 gradë që të pjeket edhe kadaif. Ja kemi qitë pra dhe buterin, tash me njëherë e fusim tepsin e furrën e nxehur në temperaturën 180 gradë. Pasi që kemi futur kadaifin që të pjeket, me njëherë tash e përgatitim edhe shërbetin. Për shërbetin nevojiten 1 gotë e gjysëm me sheqer. Gota i ka 300 ml, edhe 1 gotë e 300 ml, pra 300 ml me ujë të nxehtë val, po ashtu edhe 1 sheqer vanilë, bismillah, qesim sheqer vanilën, edhe shtojna tash ujin e val, pra të nxehtë, e përzina edhe lona me zi, pra në temperaturë të ullt, aty ku fillon me u zi për 15 minuta shërbetin, pra, tresh ose në 4 lojna shpëretin. Edhe kadaifin e kemi pjek për 35 minuta në temperaturë 180 gradë, edhe kemi lënë me uftuf. Tashti e marrim pra shërbetin basi që e kemi zi, shërbeti duhet me qenë pra i nxehtë i val, edhe kadaifi duhet me qenë i ftoftë. Bismillah ja qesim edhe shërbetin, shpëtosim. Ja kemi qitë edhe shërbetin, e shifni tamam shërbeti pra del, e lojna me uftuve, bojna prerin edhe neve na bëft mirë kadaifit tradicional që që kemi qitë gjithmonë. Pa krem, pa asgjë tjetër, por tradicional që që kemi përgatit pra në Kosovë. Kështu që ju përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo 100 receta të mia. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Njerit ju them miru pafshim.